Po, pikrisht. KQZ-ja zbaton porositë e Edi Rams. Ka pranuar. A e di, KQZ-ja ka kontratën dhe KQZ-ja e din që kushti ynë ka qenë jo nën kontraktor, por duheshin nën kontraktor që një njeri të mbush të 30.000 vota, që qojnë në Greqi janë punojës. Po, përmaj del, fix, kaq vota do jipin për dës, tjera do i marë PS-ja. S'ka asgjë këtu. Janë 100.000 vota që s'kan firmën e Marsit. Mungojnë 20.000 vota, janë përdorë këtu brenda. Për të mbush kuti dhe për ndryshuar rezultate. Zoti Berisha, për te këti rastit cili kemi parë edhe për pasë ju të atensioni, a keni indicje apo informacione Partia Demokratike se që nga momenti kur u miratua vota e diasporës dhe ndoshta edhe më vonë kur u vendos për këtë kompani që do të bënte dërgimin e fletëve dhe kthimin e votave në Shqipëri të ketë pasur punësime apo njerëz ndoshta të diktuar nga Partia Socialiste, pra për te këtij rasti të zotit Sinan Rustemi, a keni informacione që edhe punonjës tjerë të kësaj kompanie të kenë bërë veprime të tilla apo është vetëm ky rast? Kemi raste kur nën kontraktorët kanë qenë në lidhje me eksponent të Partisë Socialiste. Kemi raste. Kemi dhe do i paraqesim. Zoti Berisha, Isam Zyra nga Ora News, po shikoja dhe po krahasoja raportet e OSBE-u, dirit raportin paraprak të Shqipërisë me raportin paraprak të Serbisë në zgjedhjet e vitit të dhjetorit të vitit 2023. Për hir të së vërtetas, kritikat e raportit ishin pothuajse identike, pra si në Shqipëri, ashtu edhe në Serbi, përveç 2-3 komponenteve ku Shqipëria ishte më keq përfshirë mbylljen e TikTokut. Por në atë kohë, pra në fillim të vitit 2024, bazuar në këtë raport, Parlamenti Evropian miratoi një rezolut që u mbështet gjërësisht nga europarlamentarët duke kërkuar hetim ndërkombëtar në Serbi për zgjedhjet lokale të asaj kohe. A është duke bërë Partia Demokratike përpjekje ndërkombëtare, konkretisht në Parlamentin Evropian, për një rezolut të tillë, pra pasi ju keni edhe persona të afërt në Parlamentin Evropian, si që është zoti Beleri, Fredi Beleri, cili pavarësisht që përfaqëson Greqinë, por është i afërt edhe me Partinë Demokratike. Tani, Parlamenti Evropian, kësaj radhe, i mori në mënyrën më serioze zgjedhjet në Shqipëri. Dhe jam shumë mirënjohës. Parlamenti, po flas si parlament, si institucion tani, jo si parti popullore. Si institucion, në mes të fushatës organizoj hearing. Thirr hearing, që është procedurë e jashtëzakonshme. Për zgjedhjet në Shqipëri, emergjente, unë kam besim të plot në përkushtimin e tyre ndaj votës së lirë. Ne, ata kishin vëzhgosit këtu, i patën, vëzhgosit tyre foli, kryetari vëzhgosit tyre foli, delegacioni tyre ka qenë me madhë se asë njërë tjetër me parlamentarë, ai që i përfaqëson të foli, e në gjuhët, por ne do paraqesim edhe raportin para prak tonin që e updateuam, ai ka qenë i pari fare, tani kemi sot përfundojmë të dytin të updateuar dhe do e paraqesim dhe brenda një kohë sa më të shkurtër të mundshme do paraqesim raportin përfundimtar, i cili do dorëzohet të gjithë parlamentarëve të Parlamentit Evropian, të gjithë parlamentarëve të vendeve anëtare, të gjithë ministrive të jashtme
do më thënë, ne do bëjmë një përpjekje shumë të fuqishme për të treguar të vërtetën e votës në narkoshtetin e vetëm dhe të parë në Europë që është Shqipëria. Po ne jemi mirënjohur shumë se bën një hearing. Dhe ne kemi besim. Ne do ulim me socialistë, do ulim me grupin, me gjitha grupet. Do themi ja ku janë dokumentat. Ja çfarë ka ndodhur. Pra, ky është periudha ndërkombëtare e procesit, pastaj ne sigurisht partia do bëjë analizat e veta, por do organizojë dhe qendresën e saj për votën e lirë. Do të bësh edhe një pyetje të fundit. Mëngjesin e sotëm kryeministri Rama ka postuar një foto ku pasi është takuar dhe ka marrë urime nga një prej miqve tuaj personal, zoti Elmar Bruk, ka publikuar dhe një bisedë ku zoti Bruk, sipas zotit Rama, e ka uruar për fitoren e 11 majit. Pavarësisht se në fushat neve zotin Bruk e pam që ju mbështeti ju. Ai mbetet një mik dhe urimi i tij është një ironi. Është një ironi. Mos e pyet. Ai është mik i shqiptarëve dhe i votës lirë të tyre. Urimi është ironi. Mirë atër. Zoti Berisha, Osman Stafa, News 24. Zoti Berisha, thatë në fjalën tuaj që do bëni veprime për kundrejt kësaj çfarë ka ndodhur. Ju e quani një farsë elektorale të 11 majit. Jo, unë, të lutem. Jo. Këtu tani dallojmë, sepse në qoftë se nuk arrim të themi të zezë se zezë, atër njeri nga ne ka problem me sytë. Por në të dy i kemi në rregull sytë. Atëherë për përsëris dhe njerë. Zoti Berisha, ju thoni që do bëni reagimin tuaj në atë që e konsideroni si farsa e 11 maj. Që ju e konsideroni. Zoti Berisha, ju këtë gjë keni thënë dhe në 2023-shin. Ju këtë gjë keni thënë në 2023-shin në zgjedhjet lokale. Madje keni qenë edhe më jashpër, duke deklaruar se do merrni masa. Çfarë do bëjë ndryshe Partia Demokratike këtë herë? Çfarë do bëjë ndryshe Partia Demokratike këtë herë? Partia Demokratike këtë herë qëndron politik me një qëllim të vetëm rikthimin e votës lirë shqiptarëve. Rikthimi i votës lirë shqiptarëve realizohet vetëm me largimin e Edi Ramës. Këtë e keni thënë 2023 nuk e larguat, kërkuat qeveri teknike. Po, kjo nuk do thotë që nuk do realizohet. Se nuk është realizuar, nuk do thotë që nuk do realizohet. Edi Rama bën 16 vite në pushtet. Nuk do thotë që nuk do realizohet dhe një gjë. Ju e shifni tani që ka një reagim ndërkombëtar, zgjedhjet tash Osman. Se unë e shoh që atë vështirësinë. Po kur 3-4 rezoluta ndërkombëtare i kanë shpallur fars pa u zhvilluar, fars to. Fars. Për çfarë shërben kur Edi Rama qeveris 16 vite? Jam plotësisht dakord. Shërben për të larguar Edi Ramën. Kjo shërben për të larguar Edi Ramën, për të nëngjëjsuar çdo shqiptar se me Edi Ramën nuk ka vot të lirë. Prandaj, në qoftë se Edi Rama bën çdo gjë për të marrë pushtetin, ne duhet bëjmë çdo gjë për largimin e tij. Kjo. Tani tu unë kur them çdo gjë, po them atë që do bëjmë. Natyrisht, rruga e dhunës përjashtohet. Të gjitha rrugët e tjera, por edhe tani me këto që po bëjmë para jush dhe që po bëjmë para Komitetit Ndërkombëtar, pjesë e kësaj përpjekje janë. Faleminderit.